Universi po të zgjon. 3 shenja do marrin shenjen që do ndryshojë jetën përgjithmonë. Ka momente kur universi zgjedh disa shpirtra dhe u dërgon një shenjë që ndryshon gjithçka. Nuk është rastësi kur ndjen se diçka po të thërret, kur zemra të rren ndryshe, apo kur sheh sinkroni që si shpjegon dot. Këto nuk janë koincidenca, janë shenja të zgjimit shpirtëror. Sot, universi po zgjon 3 shenja të fuqishme për t'u dhënë drejtim, dritë dhe forcë për të ecur drejt fatit të tyre të ri. Nëse po ndjen këtë energji, ndoshta është momenti yt. Mos e humb këtë mesazh, sepse ai mund të jetë shenja që ke pritur gjithë jetën. Daforia. Ti ke ndier një val emocionesh të çuditshme ditët e fundit, si mall, nostalgji apo trishtim pa arsye. Por kjo nuk është rastësi, është mënyra se si universi të zgjon. Në punë, një lajm ose ndryshim do të bëjë të kuptosh që koha e pritjes ka mbaruar. Në dashuri, ndjenjat e vjetra po pastrohen për t'i lënë vend një lidhje më të thellë dhe më të pastër. Në financa, një mundësi që duket e vogël do të hapë një derë të madhe. Shenja që universi po të dërgon është ndjesia që s'po kontrollon më asgjë, sepse tani ai po e drejton gjithçka për ty. Mos e lufto këtë ndjesi, përqafoje, sepse je duke u zgjuar. Akrepi. Universi po të thërret me një forcë që s'mund ta injorosh më. Gjërat që më parë të dukeshin pa kuptim, tani fillojnë të lidhen si copa të një enigme hyjnore. Në punë do shohësh një përmbysje që në fillim të trondit, por në fakt është rilindja jote profesionale. Në dashuri, një shpërthim ndjenjash mund të ndodhë papritur, diçka që çliron gjithçka të mbajtur brenda. Në financa, kontrollo emocionet dhe mos merr vendime nga frika, sepse një ndihmë po vjen nga një burim i papritur. Shenja që universi po të dërgon është ajo dridhje e brendshme që se kupton, është shpirti yt që po zgjohet. Mos e ndal. 25 tetori për ty sjell ndryshimin që ke pritur prej kohësh. Peshqit. Universi po të zgjon përmes ndjenjave të buta, por të thella. Nëse ke ndier një paqe të papritur apo një mall që se kupton, mos e injoro, është shenja e zgjimit të shpirtit tënd. Në punë, një ide ose mundësi që vjen sot do të të çojë drejt një drejtimi krejt të ri. Në dashuri, një komunikim shpirtëror po lidhet mes teje dhe dikujt që të kupton pa fjalë. Në financa, një ardhur e papritur mund të të qetësojë pas një periudhe pasigurie. Universi po të kujton se gjithçka që ke kaluar ka qenë për t'u përgatitur për këtë moment. Sot fillon një kapitull i ri dhe ti je ndër të zgjedhurit që do ndjejnë dritën e plotë. Universi zgjon të gjithë në të njëjtën kohë, vetëm ata që janë gati për dritën. Nëse po ndjen paqe, mall, dridhje apo frymëzim të papritur, mos e shpërfill. Kjo është shenja që universi po të dërgon personalisht. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e pranoj zgjimin që universi po më dërgon. Mos harro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo ditë sjell një mesazh të ri nga drita që po të udhëheq.